Ishte janari i ftohtë i vitit 1822. Janina, dikur kështjella e pathyeshme e Alipash Tepelenës, tani ishte një renoj e gjallë. Trupat osmane kishin rrethuar qytetin për muaj të tërë, duke pritur momentin kur Luani i Epirit të dorëzohej. Sultani kishte nxjerrë një dekret të qartë. Aliu duhej të vritej dhe koka e tij të dërgohej në Stamboll si një paralajmërim për të gjithë ata që guxonin të sfidonin perandorinë osmane. Brenda mureve të kështjellës, Ali Pasha, tashmë në moshën 80 vjeçare, por ende me mendjen e mpret të një strategu të lindur, kuptoi se fundi i tij ishte i afërt. Por a do të pranonte ai një vdekje të thjeshtë, të zakonshme? A do të lejonte ai që historia ta mbyllte kapitullin e tij kaq lehtë? Jo, ai kishte një plan, dhe ky plan do të trondiste të gjithë botën. Para se të vazhdojmë, ju ftojmë që ta pëlqeni këtë video dhe të abonoheni në kanalin ton për më shumë video të tilla që nxjerrin në pa historinë ton të pasur shqiptare. Kur ushtria osmane hyri në Janin, ata gjetën një qytet të raskapitur nga lufta. Por Ali Pasha nuk ishte më një sundimtar me një ushtri të fortë. Ai ishte një plak i dobët, i fshehur në manastirin e Shën Pandelemonit në ishullin e liçenit të Janinës, rrethuar nga një grusht besnikësh. Tradhëtia tashmë kishte hyrë në oborin e tij. Oficerët osman, të udhëhequr nga Mehmet Pasha, i premtuan Aliut se do t'i falnin jetën nëse dorëzohej. Ai, duke e ditur se besimi ndaj turqëve do të ishte gabimi i tij më i madh, vendosi të bëj një lëvizje të fundit, një lojë të rrezikshme. Ndërsa bënte sikur negocionte, ai përgatiti arratisjen. Thuhet se ai kishte fshehur pasuri të pallogaritshme nëpër Greqi dhe brigjet e Adriatikut. Ishte i gatshëm të linte gjithçka pas përveç një gjëje, jetës së tij. Kur ushtarët turq u përballën direkt me Pashajin, një plumbi vetëm përshkoi trupin e tij, ose kështu thuhej. Pas disa orësh, koka e Ali Pashës u pre dhe u vendos në një tabaka argjendi. Ishte dërguar në Stamboll me krenari për t'ju shfaqur sultanit si dëshmi e triumfit të tij, por më pas nisën të përhapen dyshime. Perandoria osmane tronditej nga lajmi i vdekjes së Ali Pash Tepelenës, sundimtarit karizmatik dhe kontrovers të Janinës. I njohur si Luani i Epirit, Ali Pasha kishte sfiduar autoritetin e sultanit për dekada, duke krijuar një pashallëk pothuajse të pavarur në zemër të Ballkanit. Megjithatë, fundi i tij erdhi papritur, duke lënë pas një mori thashëthëmësh dhe spekulimesh. 3 muaj më vonë, me 20 prill 1822, në gazetën prestigjioze Gazette de France, një lajm tronditi opinionin publik evropian. Një burr i panjohur, jashtëzakonisht i pasur, kishte mbërritur në Port Mahon, në ishullin e Menorkës, pjesë e Spanjës. Thuhej se ai ishte në bordin e një anijeje franceze, i shoqëruar nga 2 gra dhe një shërbëtor. Ai kishte me vete 12 arka të rënda, të mbushura me pasuri të pamatshme. Dhe, më e pabesueshmja, lajmi thoshte se ky burr nuk ishte askush tjetër përveç Ali Pash Tepelenës. Por si kishte mundësi, a nuk ishte koka e tij e ekspozuar në Stamboll? Sipas burimeve zyrtare osmane, Ali Pasha u vra në Janin pas një rrethimi të gjatë nga trupat e sultanit. Koka e tij u pre dhe u dërgua në Stamboll si dëshmi e fitores së portës së lartë. Trupi i tij u varros me 25 janar 1822 në ishullin e Kastros në liçenin e Janinës, ndërsa koka më 5 shkurt në varrezat e Stambollit, në vendin e quajtur Porta e Silirvis. Por, sipas gazetës,
Ali Pasha kishte falsifikuar vdekjen e tij në një mënyrë të pabesueshme. Në momentin kur trupat osmane po kërkonin kokën e tij, ai kishte ndërruar veshjet me një nga besnikët e tij më të vjetër, një shqiptar që kishte ngjashmëri me të dhe që kishte vdekur nga plagët e luftës. Trupat osmane të paduruara për të marrë shpërblimin e pranuan këtë mashtrim pa e vënë në dyshim. Ndërkohë, i veshur si bari, Ali Pasha kaloi pa u vënë re mes refugjatëve që po largoheshin nga Janina. Kaloi nga Butrinti, ku një anije e përgatitur më parë e priste, dhe nga aty u nis drejt sigurisë, drejt një jete të re larg ndjekësve të tij. A ishte e mundur që një njeri si Ali Pasha të arratisej nga duart e perandorisë osmane. Historia njeh shumë raste të vdekjeve të falsifikuara, të njerëzve që janë zhdukur vetëm për t'u rishfaqur vite më vonë. Ali Pasha ishte një mjeshtër i strategjisë dhe manipulimit. Ai kishte kaluar dekada duke u përballur me armiq të fuqishëm, duke i mashtruar dhe duke mbijetuar kur të gjithë mendonin se ai kishte humbur. Nëse dikush mund të mashtronte sultanin dhe të gjithë perandorinë osmane, ai ishte Ali Pasha. Por ka edhe nga ata njerëz që besojnë se kjo histori është thjesht një legjendë, një përpjekje për të mitizuar një nga figurat më të mëdha të historisë shqiptare. Sipas dokumenteve osmane, koka e Ali Pashës u njoh nga komandantët osman dhe u varros me 5 shkurt në Stamboll, por kush mund të thoshte me siguri se koka i përkiste vërtet atij? Lajmi për arratisjen e mundshme të Ali Pashës u përhap me shpejtësi në Evropë, duke nxitur spekulime dhe thashethëme të shumta. Disa besonin se Aliu kishte arritur të shpëtojë dhe po planifikonte një rikthim triumfal. Ndërsa të tjerë e konsideronin këtë histori si një legjendë urbane pa bazë reale. Në këtë periudhë, figura e Ali Pashës ishte bërë objekt i interesit të madh në Evropë. Udhëtar, shkrimtar dhe diplomat e përshkruanin atë si një sundimtar egzotik dhe enigmatik, duke kontribuar në krijimin e një aureole misteri rreth tij. Pavarësisht nëse historia e arratisjes është e vërtetë apo thjesht një legjendë, ajo mbetet një pjesë e pazëvendësueshme e mitologjisë shqiptare. Ali Pasha nuk ishte thjesht një sundimtar i zakonshëm. Ai ishte një vizionar, një rebel, një njeri që donte të krijonte një mbretëri të tijën, larg perandorisë osmane. Ali Pasha mbetet një figurë kontradiktore në histori. Për disa, ai ishte një tiran i pamëshirshëm, ndërsa për të tjerë, një udhëheqës vizionar që kërkonte të krijonte një shtet të pavarur shqiptar. Pavarësisht perceptimeve të ndryshme, një gjë është e sigurt: ndikimi i tij në historinë e Ballkanit ishte i thellë. Sot, legjenda e arratisjes së tij vazhdon të intrigojë historianët dhe entuziastët e historisë, duke shërbyer si një kujtesë e fuqisë së mitit dhe misterit në formësimin e perceptimeve tona për të kaluarën. Nëse vdiq vërtet në Janin, ai vdiq si një luftëtar. Por nëse shpëtoi dhe jetoi vitet e fundit në një ishull të humbur, atëherë ai i sfidoi të gjithë, edhe vetë historinë. Në mungesë të provave të pakundërshtueshme, e vërteta mbi fundin e Ali Pashë Tepelenës mbetet e mbuluar me mister. A ishte ai viktime ambicieve të tij të pakontrolluara, apo një mjeshtër i arratisjes që i shpëtoi vdekjes për të jetuar pjesën e mbetur të jetës në fshehtësi? Kjo pyetje vazhdon të mbetet pa përgjigje, duke i shtuar një tjetër shtresë intrige legjendës së Luanit të Janinës. Dhe tani ne vim tek pyetja përfundimtare. A ishte kjo një gënjeshtër e bukur, një thashëthëm i shekullit të 19, apo e vërteta e pathënë e një prej figurave më enigmatike të historisë shqiptare? Çfarë mendoni ju? A mund të ketë shpëtuar Ali Pasha? A ishte koka e dorëzuar në Stamboll vërtet e tij? Apo mos ndoshta historia ka fshehur të vërtetën për më shumë se 2 shekuj?
Na shkruani mendimet tuaja në komente dhe na tregoni nëse besoni se Ali Pasha i shpëtoi vdekjes dhe vazhdoi jetën e tij në fshehtësi.